fillojmë sot një analizë me të cilën ne do të nxjerrim shumë më të fortë dhe të fuqishme Partinë Demokratike. Po. Dhe këtë analizë jeni ftuar secili nga ju të jap mendime, të bëj kritika për cilin do, të bëj propozime çfarë do që mendon. Kam vetëm 2 kërkesa. Jo 6 shtrigash. Ne nuk bëhemi në asnjë rrethan parti e gjaut shtrigave. Por japim përgjegjësinë me fakte, me argumenta secilit. Ku i patëm dobësit tona? Çfarë duhet përmirësojmë? Çfarë duhet në metodën tonë të ndryshojë? Ne nuk kemi frikë të bëjmë të gjitha sugjerimet, të gjitha propozimet. Jo. Çfarë të përmirësojmë ne? Dy momente. Secili për i nesh do të ketë. Hapësirë. Të përpiqemi. Diktatura është një peshëran mbi ne. Përpiqet na zhduk hapësirat. Ne brenda vetes do të përpiqemi të zgjerojmë hapësirat.